Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzdiles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Zbulohet sekreti, soda e bukës është shpëtim për flokët tuaj, ja si ta përdorni. Ka shampo të ndryshme të cilat mund të blihen në dyqane për rritjen e flokëve. Megjithatë, që të gjithë ato mund të jenë toksik për shkak të kimikateve që përmbajnë. Madje këto produkte higjienike mund t'i bëjnë flokët tuaj të bëhen edhe më të brishta dhe të thata. Megjithatë, shampoja me sodë buke do të rregullojë çdo gjë. Yndyrat të cilat ndërtohen në flokët tuaj dhe në zonën e kokës do të eliminohen tërësisht falë saj. Soda e bukës është një alkalin natyral dhe falë butësisë që ka, do të rregullojë çdo gjë. Mund të shfrytëzohet edhe si shampo, por si duhet të prodhoni këto lloj shampoje? Ndiqni këto udhëzime. E gjitha çfarë duhet të bëni është që të kombinoni 3 sasi të ujit me 2 ose 3 lugë gjelle sodë buke. Hidhni 10 pika vaj esenciale livandoje. Përzieni mirë dhe më pas vendoseni në kokën tuaj. Duhet ta mbani në flok deri në 3 minuta. Përdorni ujë të ngrohtë për ta shpëlar atë. Flokët janë një pjesë shumë e brishtë e trupit të njeriut, por shumë të rëndësishme për paraqitjen e jashtme. Ekspertët thonë se edhe shampot përmbajnë substanca të dëmshme, siç është sulfati, të cilat kanë një ndikim të fortë jo vetëm tek floku, por tek i gjithë organizmi në përgjithësi. Shëndeti i flokut është gjithkohës nën kërcënimin e ndotësve të jashtëm, por ndikohet fort edhe nga mungesa e ushqyesve të rëndësishëm të cilët merren vetëm nëpërmjet një regjimi të shëndetshëm ushqimor. Për rrjedhoj, ekspertët këshillojnë aplikimin e produkteve natyrale për të mirëmbajtur dhe për të ushqyer flokun tuaj. Një prej këtyre produkteve natyrale është pikërisht soda e bukës. Kjo e fundit përdoret për pastrim, gatim, por edhe kundër disa sëmundjeve. Cilat janë vlerat e sodës së bukës për shëndetin e flokëve? Soda e bukës ofron përfitime të larmishme për flokët. Së pari, soda e bukës e pastron atë dhe njëkohësisht i jep shkëlqim. Së dyti, soda e bukës e bën flokun tuaj që të jetë më i fortë dhe gjithashtu stimulon rritjen e tij. Soda e bukës gjithashtu do të rigjenerojë flokët e dëmtuar duke i bërë ato më të shëndetshme dhe plot jetë. Për më tepër, soda e bukës nuk përmban asnjë kimikat të dëmshëm, ndonse përpara përdorimit njeriu këshillohet të sigurohet që nuk është alergjik ndaj saj. Si ta përdorni sodën e bukës për shëndetin e flokut? Soda e bukës duhet përzier me ujin e pastër në një shishe qelçi ose plastike. Në qoftë se ju keni flok të shkurtër, përzieni 1 lugë gjelle me sodë buke dhe 3 lugë gjelle me ujë. Në qoftë se floku juaj arrin deri tek supet, atëherë duhet të përdorni 1 lugë e gjysmë gjelle me sodë buke me 6 lugë ujë. Sa më i gjatë të jetë floku, aq më shumë sodë mund të përdorni. Maskën ju mundet ta përdorni në flok të lagur ose të thatë duke aplikuar nga rrënjat tek majat. Mbajeni maskën për disa minuta dhe më pas lajini kokën me ujë të vakët. Për shpëlarje ju mundet që të përdorni 1/3 thirr uthulle duke përzier 1 lugë gjelle me uthull molle me 4 lugë gjelle ujë. Flokët gjithashtu janë shumë të rëndësishëm për çdo femër dhe shpesh për shkak të erës, diellit, ujit dhe faktorëve të tjerë të jashtëm, ashtu si edhe të brendshëm, flokët dëmtohen, dobësohen dhe njëkohësisht bien. Në këtë video ne do të flasim për maskat të cilat kanë efekte të mrekullueshme për flokët dhe që janë tepër të lehta për të përgatitur në kushtet e shtëpisë. Maskë me avokado. Maska me avokado është perfekte për të kuruar flokët e thatë dhe të digur, pasi jep flokëve tuaj butësi dhe shkëlqim. Grini në mikser 1 kokër avokado dhe përzieni me gjysmë gotë qumësht, 1 lugë gjelle vaj ulliri ose 1 lugë gjelle vaj bajame.
Aplikojeni maskën në rrënjë të flokëve dhe më pas lajeni pas 15 minutash. Gjithashtu mund të përdorni maskën me vezë. Maska e vezës është hidratuese për flokët, duke qenë se është e pasur me proteina, ajo ushqen në rrënjë dhe rri më këmbë flokët e dëmtuar apo të djegur, ndërkohë që vitamina B12 ndihmon në rritjen e flokëve të rinj. Rrihni një të verë dhe veze me 2 lugë gjelle vaj ulliri, një filxhan qumësht dhe një kokër limon të shtrydhur. Aplikojeni maskën në rrënjë të flokëve dhe më pas shpëlajeni me ujë të ftohtë pas 15 apo 20 minutash. Maska me kos. Nëse flokët tuaj kanë humbur ngjallërinë nga ndotja e tepërt apo nga produktet kozmetike që ju përdorni për stilimin e flokëve, maska me kos është ideale për t'ju dhënë shkëlqim flokëve. Merrni gjysmë filxhani kos dhe filloni të masazhoni flokët me ngadalë. Lëreni maskën në flok për rreth 15 deri në 20 minuta dhe më pas shpëlajeni dhe lajeni normalisht me shampo. Maskë me banane. Banania është e pasur me vitaminën A, E dhe C, të cilat ndikojnë në përmirësimin e yndyrës në skalp. Për përgatitjen e maskës, grini 2 banane dhe përzieni me 1 lugë gjelle vaj ulliri, 1 lugë gjelle vaj kokosi dhe 1 lugë gjelle mjalt. Lëreni maskën në flok për 5 minuta dhe shpëlajeni me ujë të vakët. Flokët tuaj do të shkëlqejnë dhe do të zbuten shumë shpejt. Maskë me vaj arë kokosi. Vaji i arrës të kokosit është perfekt për flokët tuaj të dëmtuar apo për flokët e thatë. Për përgatitjen e maskës ju duhet të ruani proporcionin 2:1, vaj kokosi dhe vaj ulliri, sipas sasisë që kanë nevojë flokët tuaj. Aplikojeni këtë maskë dhe mbulojeni më pas me një qese dushi për sa kohë që ju të dëshironi. Më pas, lajni ato normalisht me shampo dhe shpëlajeni mirë. Maskë me lule shtrydhe. Në qoftë se ju keni flokë të yndyrshëm, një maskë me lule shtrydhe është ideale për ju, pasi lule shtrydhja është gjithashtu e pasur me vitaminë C që ekuilibron balancën e pH-it dhe nivelit të yndyrës në flokët tuaj. Grini një grusht me lule shtrydhe dhe përzieni me 1 lugë gjelle vaj të arrës të kokosit. Aplikojeni maskën në flok dhe më pas shpëlajeni pas 15 minutash. Maskë tërshëre. Maskën e tërshërës është shumë efikase në qoftë se ju e përdorni në rast se vuani nga zbokthi ose dhe nga problemet me skalpin. Përzieni të paktën 1 lugë gjelle me tërshër me 1 lugë gjelle vaj bajameje ose vaj ulliri. Aplikojeni më pas maskën në flokët tuaj të thatë dhe më pas lajni me shampo pas 20 apo 25 minutash. Gjithashtu ju mund të përdorni maskën edhe me banane dhe bajame. Banane dhe bajamet janë shumë të mira për flokët tuaj. Ja se çfarë duhet të bëni. Merrni një banane dhe bëjeni pure, më pas shtojeni rreth 3 pika vaj bajamesh sentimental. Përzieni mirë dhe masazhojeni përzierjen në flok. Lëreni të qëndrojë për rreth 25 minuta dhe më pas lajni flokët tuaj si zakonisht. Provojeni këto maska dhe do të vëreni rezultate vërtet befasuese në flokët tuaj. Mirë po duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultohuni me mjekun tuaj. Nëse ndonjë prej këtyre përbërësve ju shkakton alergji, e mira është që të mos i përdorni këto receta të mjekësisë alternative. Nëse doni të dëgjoni videot tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në videot tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton.
Shpërndajni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit!